edicioni ju jeni piktor në Belshi. Atë të reqi natyra e qytetit të në zonës tuaj në piktur? Pa diskutim, zona e Belqit është një zonë unike. Është dhe krenari për mua që marrë pjesë për herë të parë në kolonin, që po krijohet në Belësh. Janë 20 piktorët më të njohur në Shqipëri. Jemi edhe krenar që piktoroj përballë profesorit Sati Kasa, një artist që kalon gjurmë tashmë në pikturën shqiptare. Po, është një zonë unike, si shta dhe profesori, në çdo kodër që kalon këtu ka liqene, zampagët janë diçka e bukur, diçka e rrallë. Ju çfarë do të pikturoni? Çfarë po pikturoni? Unë sot do të pikturoj si motiv, do të kap një pjesë të disa kodrave, se duket edhe mali të marrë për balë. Ka një pamje manice. Është një pamje shumë e bukur. Keni ardhur në Belësh së bashku me 21 piktor të tjerë. Ju të req natyra e Belshit për pikturën? E gjithë zonë e Belshit është një zonë tashmë është kthyer destinacion turistik, po për ne piktorët ka qenë motivi i përhershëm, sepse këtu zona ka 80 ca liqene që për piktorët janë motive shumë të bukura. Janë ato zambakët e ujtit që i kanë pikturuar mjeshta Simoneja, impresionistët në radhë, edhe për neve janë motive trejse, edhe është rasti i kësaj kolonie, jo pa qëllim u bën Belësh, për vetë, si të themi, natyrën e Belshit, edhe mos i tjetë për piktura motive. Po ju të req Belshi me pikturën? E po janë Belsh. E di që ato të është Belsh? Ja, apo ja. Çfarë do të? Por vetë e di. Është një vend që nuk mund ta neglizhosh. Sepse është Belsh. Edhe dikush e ka menduar që mund të jetë dhe një krye qendër. Sa ajo është. Çfarë po pikturoni në këto momente? Çfarë po pikturoni në këto momente? Çfarë po mendoj? Një gjendje të liqenit.